16 mars 2026. Po çfarë ofron data 16? Data 16, duke se kemi diellin në peshk që formon një gjashtkëndshme urani në Dem, një kënd shumë interesant për të ndikuar, për të rregulluar ndryshime, për të bërë më të pavarur në zgjedhjet tona, për të promovuar ide origjinale, për të bërë surpriza dhe për të guxuar të jemi ndryshe në qasjen tonë ndaj gjërave. Shenjat e grupit të ndryshueshëm, siç janë binjakët, shigjetarët, virgjëresha, peshqit dhe grupi fix, është Demi, Akrepi, Luani, Ujori të 10 diçit të tretë, ku kanë mundësi dhe planit të këto shenja mund të jepet një mundësi e artë, një ndikim mjaft i mirë dhe surprizues në ata që bëhet. Pra kemi dhe mundësinë, por kemi dhe rëndësinë në ato që gjërat vijnë dhe janë. Por sa është ndryshimi dhe ndikimi i këtyre gjërave dhe pse kanë këtë arsye ose këtë moment për sa